Patjetër që e din se atje nuk ndodh gjë posediti zoti Berisha, ne merremi kot me firmtarët, po puna është që si ndjehem i zhgënjur shumë dhe i prerë mbes. I prerë mbes se çfarëdo që të kisha bërë unë, po marrim një moment që unë pas kam bërë një gabim, domethënë se nuk e di akoma çfarë gabimi kam bërë se nuk kam në i kam 3 ditë që i kërkoj prova, domethënë për çfarë arritën të ndërmarrin këtë akt, nuk del njëri atje edhe të thotë që shiko se ke bërë këtë, apo siç më bën në aktin publik, le t'i bëjnë dhe provat publike, se s'ka gjë, domethënë i pranoj unë, nëse unë kam bërë diçka, do them po, e bëra, se edhe ma njohin dhe natyrën që unë nuk them jo. I zhgënjur totalisht nga gjithë kjo histori, edhe kështu privatisht mund të ma thonin diçka duke qenë se kemi pas raporte shumë të mira. Me çdo njeri atje kam pas raporte shumë të mira.